Mirëmbrëma për të gjithë shikuesit të televizionit Syri dhe po ashtu edhe ata të podcastit Rinia. Por I takohemi sonte këtu në një tjetër të diele së bashku me bashkëprezantuesen Arsa Saraqini, ku si çdo javë, edhe këtë javë kemi vendosur që të sjellim tek ju një të ri në moshë, I cili ka të bëjë me një profesion tashmë shumë të diskutuar në rrjetet sociale, por edhe në debatet e platformave të ndryshme, televizioneve të ndryshme, ku kemi vendosur që edhe ne pikërisht në podcastin Rinia ta kemi sot. Unë këtë të ftuar nuk do t'ju prezantoj, por do t'ju prezantoj bashkëprezantuesja Arsa Saraqini. Arsa, përshëndetje. Përshëndetje edhe për ty Endi, përshëndetje edhe për të gjithë ju shikues që po na ndjekin në këtë momente në televizionin Syri, në emisionin Rinia. Endi paka shumë e shtjelloi temën, tregoi që do të flasim sot për një profesion, le të themi shumë të diskutuar në platforma të ndryshme, por që tashmë është bërë pjesë e përditshmërisë tonë. E të ftuar në emision këtë javë kemi profesionistin e nutricionizmit Dion Bardhi. Dion, përshëndetje. Përshëndetje Orsa, përshëndetje Endi, faleminderit së pari për ftesën, ja emision shumë atraktive kam përcjell dhe shpresoj se sot kemi me kalu mirë. Faleminderit shumë Dion edhe nga ti që e ke pranuar ftesën edhe je pjesë e emisionit ton sot. Atëherë Dion, ne sot unë dhe Endi kemi vendosur që të mos diskutojmë ato pyetjet çfarë është nutricionizmi, ndoshta pyetjet bazë që I kemi tashmë të mësuara, por të shkojmë pak më shumë me stilin e të ushqyerit dhe këshillat tua si nutricionist që I ke. Dion, tash e dim që është kjo koha kur studentët shkojnë janë në fakultete të ndryshme, edhe nga pjesa e përditshmërisë në shtëpi, që ushqimin e hajnë paka shumë në shtëpi, tash më mësohen që kur dikush nuk di të gatuaj, ushqimin ta konsumoj jashtë. Tash në këshillat tua si nutricionist, cili do të ishin ato 3 kryesorët që ti do t'ju drejtoje një studenti ose një studenteja? Pyetje shumë e vend për shkak se shoh që ka mungesë të informacioneve në këtë bazë. Nuk kisha thonë 3, I kisha jap vetëm një këshill kryesore, kishte më qenë që ushqimi bëhet paraprakisht nga ju tek shtëpia dhe pastaj tek merret me vete. Nuk është marrë me marr ushqimin me vete. Në fakt del edhe si shumë person I disiplinuar nëse merr ushqimin me vete dhe normal I përgatitet din çfarë ka vlera ushqyese dhe sa kalori ka. Për shkak se është shumë e vështirë me një restoran ose me një fast food tjetër me ditë se sa ka kalori, çfarë vlera ushqyese ka proteinë ose kështu me radhë. Paka shumë I ceke Dion këto që duhet I kemi parasysh, po unë po du me të pyet në lidhje edhe me çfarë habit tek të rinj sot, tek ushqimi të rinjve sot që zgjedhin. Cilat janë ato habit që I ke ndoshta që thua, wow. Habit më së shumti që I shoh tek të rinjët janë që spori duhet që prindërit ta informojnë fëmijën. Normal që me mosh, për shembull 10 vjeçë, 11 vjeçë, fëmia vet nuk ka me ditë, edhe normal ku të ka qasje në rrjetet sociale me shumë informacione, atëherë nuk ka me ditë çka me zgjedhë dhe ka më hëngër gjithçka. Po s'pari do të më qenë I plotvetëdijshëm prindi me këto informacione rreth nutricionit dhe pastaj më shfaq tek fëmia I tij. Habit më të mëdha janë që edhe nëse prindi me detyrimisht I thotë që duhet me ushqy këto, me konsumu këto, prapë kur shkojnë në shkollë, nëse japin parë me veti, ka me ble çipsa, shtapigjo, momentin e parë që e gjen. Kjo është për shkak se mundet edhe prindi ose edhe një lajm mi tregu atyne që nuk bën hiç mi hongër një ushqim, po kjo është e pasakt për shkak se çdo ushqim mundet më konsumu, vetëm se duhet rregullohet sasia e atij ushqimi. Se momentin që largojmë komplet nga plani jonë ushqimor, sidomos tek fëmijët, atëherë mundet mi kriju habi edhe pastaj mundet me thonë kjo ku ka shumë e keqe, po mas një muaj ose mas një kohë të shkurtë ose të caktune, ai prapë më kthi tek ato veset ose tek veti që ka pas më herët, edhe ose kom hongër tinës që I thojmë na me jargon popullor, ose kom I gjetë në mënyrë gjithçysh për më konsumu me ato ushqime. Dion, tash kur jemi tek ju si nutricionist, ti se ke paka shumë ato këshilla që ti ju sugjeron të tjerëve, le të themi në përgjithësi të gjithë njerëzve, në lidhje me rregullat e ushqyerjes, por ti si nutricionist, a e ke ndonjë zakon në kuzhinë që ti nuk ju tregon klientëve tu, një zakon të shëndetshëm, le të themi? Një zakon të shëndetshëm, tash është pak pyetje pak më e vështirë se varet edhe çka duhet më fol, po një zakon I pashëndetshëm jam është që jam punë me një orë goxha gjatë, edhe mundem që me dalë jashtë edhe me konsumu në secilin vend, po duhet me ditë tash edhe disa taktika që edhe nëse konsumon jashtë, mundesh prapë se me qenë I shëndetshëm ose me qenë me një linjë trupore që juve ju pëlqen, ose me një peshë caktune. Edhe nëse anë jashtë duhet me ditë me porosit, për shembull, duhet me thonë me ma pak sos ose me ma pak vaj, gabimi ndër trashanikat që bëjmë ndër gabimet kryesore, e marrim me sos, I qesim vaj dhe mendojmë që ato nuk grumbullojnë kalori për shkak se vajollirit është I shëndetshëm.
Po kjo gabimi jonë kryesor që bëjmë se ato rriten kalorit edhe pastaj pasojmë deri te fitimi i peshës ose shtimi i peshës. Një zakon i shëndetshëm është që nuk e lo vetëm pa ujë, edhe e shtyj shumë sidomos tek të rinjt edhe te moshat e shtyra që duhet me hidratu me rregull. Sa ujë duhet me pi nuk është shumë e caktuar, varet për nivelit se sa djersitet gjatë ditës ose për çfarë aktiviteti bën gjatë ditës, por gjithsesi duhet mi kalu të paktën 2 litra ujë. Atëherë Dion, dua të ndërlidhem tek pjesa tjetër që ka prej shumë klientëve ose le të themi njerëzve në përgjithësi që edhe ushqimet e shëndetshme, le të themi ato ndoshta me të vërtetë janë të shëndetshme, por i konsumojnë pa mas. E kemi rastin ndoshta edhe tek karrorët e ndryshme, për shembull orat edhe frutat të thata, të cilat edhe pse janë të shëndetshme, themi se janë të shëndetshme dhe i konsumojmë pa mas. A është kjo një gabim shumë i madh? Ndër gabimet është edhe kjo për shkak se shoh tek vetia, a keni po çajat rus që i qesin edhe me kikirika, nëse e pyet dikon për shembull unë si trajnerët ose si nutricionistit tëne, shkak i hongër, shkak i pisët, do thotë po, ishte 3 çaje kum pi, po tash ai ka pi me kikirika, edhe me një sasi goxha të konsiderueshme të kikirikave, se nashta skuadër që na Gjakovari qesin më pak, po prapë se prapë luajnë rol, çojnë pesh ato, edhe kur ta kthyesh në fund ditës i ka konsumuar 3-4 grushta kikirika, që nuk i ka llogarit kalorit për ato, edhe në fund të pse nuk po humbi pesh. Normal që nuk humb pesh për shkak se një sasi shumë e vogël e tyne përmbajnë kalori goxha shumë. Po tash është një farë paradoksi se edhe pse kanë kalori shumë, nuk do të thonë që janë të pashëndetshme. Ato kanë shumë vlerë ushqyese, kanë vitamina, minerale, yndyrë shëndetshme, por që gjithmonë do të pas kujdes me sasinë që e konsumojmë. Nuk do të thonë mi tepru me secilin ushqim. E merr pak sa për shi ose një sasi të caktuar për dikujt tjetër, edhe janë rregull me to. Dion, po i lëm pak klientët edhe këto këshillat e tua anash, edhe po kthehemi pak tek ti personalisht. Unë po besoj që si çdo le të themi qytetar, si çdo njeri i ndryshëm që ndoshta konsumojnë me dashje apo pa dashje një ushqim të pashëndetshëm, ndërsa ndoshta ai edhe ti. A ke ndonjë ushqim që të pëlqen edhe pse e din që është i pashëndetshëm? Edhe pse e di që është i pashëndetshëm, mund më bëj çdo ushqim nëse e kalon sasinë, po ushqimin specifik kryesor që kom kaçkavallin. Me bumi pas përpara kaçkavallin nuk e pyes asnjë nutricionist, as vetë nuk e pyes, edhe direkt mundona me konsumu derisa të më dhan borku. Kjo është një diçka që e raport që po e ceki këtu, se është ushqim nashta për dikon nuk i pëlqen, secili ka preferencat e veta, apo për mua personalisht është kaçkavalli Guda, mos i bëj reklam. Jeshili. Dhe nutricionistët i paskën disa zakone jo aq të mira, por që besoj tash ti si nutricionist e balancon edhe me pjesën tjetër të botëve. Normal, pjesa aktivitetit, pjesa ushqimeve tjera, gjithçka ndikon që me një interval javor me qenë në balans kalorit sa i merr dhe sa i harxhon, që pastaj mi pas atë peshën e dëshirueshme. Për secilin është ndryshe, dikush ka qef pak më i plot, dikush pak më i holl. Nuk është një diçka, një peshë ideale që krejt do mi që i shohim në rrjetet sociale, disa me shumë muskël, disa pak më ndryshe, secili e ka atë peshën e vet që don. Ti nish mirë ngit peshën teme, kjo peshën e vet, secili e ka peshën ideale që ja don trupi vet. Po. Dion ti si nutricionist në mëngjes, a ke një shujt le themi që e ke të përditshme apo e ndryshon? Mëngjesi është një vakt ideal që duhet konsumohet gjithsesi, për shkak se edhe në studimet thuhet që pas mëngjesi nëse e konsumoni, atëherë do të keni apetit më të ulët gjatë pjesës tjetër të ditës, po unë jam person që preferoj kafen, edhe pse është ende debat a duhet me bark të thatë apo duhet konsumoj diçka, gjithsesi e kam një lugë mjalt, dhe pastaj vazhdoj me kafe, kështu e kam. Ka herë që unë edhe shumë vonë, duhet me shku te klientat. Atëherë Dion, paka shumë para se të jenim në intervistë, ne diskutuam pak edhe për rrjetet sociale, media sociale, platforma të ndryshme digjitale, ku e ceke se ndoshta nuk ndikojnë edhe pozitivisht në ndikimin e të rinjve, në ndikimin e njerëzve të ndryshëm. Dua të pyes paka shumë tek ti, si sheh ti sot rrjetet sociale, sidomos ndërlidhur këtu me ushqimin, duke qenë se kemi që kemi edhe në TikTok shumë video të ndryshme, në Instagram shumë video të ndryshme, ndikojnë pozitivisht apo më shumë negativisht? Thashë themet kanë qenë gjithmonë pjesë e një grupi sociale, ose domethënë një shoqërie, po tash e kemi edhe rrjetet sociale. Shka paraqesin ato disa persona të pakualifikuar, le të themi, për një temë specifike, e nëse ai e fol atë temë ose e ripërsëri disa herë, dikujt tjetër ka më metën vesh edhe ka më thonë, ok, në rregull, pas ka diçka kjo ose nuk pas ka diçka kjo. Për shembull tek çoja detox, e shohim shumë shpesh.
është një promovim, është një marketing i cili normal është fitimprurës, po nuk është i shëndetshëm, për shkak se rrjedhimisht kemi humbë peshë shpejt, po atë peshë kemi shtu mos më shumë se sa që ki pas peshën origjinale, edhe normal kemi humbë elektrolite, edhe kemi humbë peshë në atë aspekt, po mas nej prapë kemi fitua ajo peshë që nuk është e vlefshme se kemi humbë më shumë ujë, kemi qëndru më gjatë në tualet, edhe çdo informacione janë prej rrjeteve sociale. Ka dikush që promovon shumë diçka për fitimprurje, ka dikush që veç e ka një prej dikujt edhe pastaj vendos me fol për atë temë specifike kur nuk ka kualifikim. E kur një person nuk është kredibil edhe i kualifikuar për atë temë specifike, më mirë është mos me fol fare. Merr views-a është e vërtet, merr famë ose ku ta diun, po nuk është diçka e mirë për shëndetin e të rive, moshave të shtyra, edhe personave të tjerë. Dion tash ne njerëzit në përgjithësi, kur kemi javë të ngarkuar, ndodhe dhe që abuzojmë me ushqime të ndryshme, ndonë se jemi mësuar që ta kemi edhe një rregull më të shëndetshëm të ushqyerjes. Por ti si nutricionist, kur e ke një javë të ngarkuar shumë, le të themi, a kujdesesh përsëri që të jesh shumë i sigurt me ushqimin që e konsumon, apo ka edhe raste të neglizhencës? Shumë pyetje me vend, sidomos për pjesën që personat munden me konsumu tepër, sidomos gjatë kohës vikendit, janë me nej pushim, ose ka dalë nej dasëm, ose diçka, nuk do më thonë mi privu veten, ose mi ndalë veten, mi soput deri në atë mas, sa që ti nuk guxon as me dalë me një shok ose shoqe me pi diçka, ose me hongër diçka. Gjithmonë edhe personalisht e thëmë që edhe me bo gabime, është krejtë në rregull se jemi njerëzor, na hidhet diçka, e hajmë, po prapë se prapë duksh mu kthy tek veset që i ki pas të mira. Se momentin që kjo gabimi kryesor që e bojmë, diku te 80% që personave që mbajnë plan ushqimor ose që nisin rrugtimin e fitnessit, ata e shohin që një javë kanë prish dietën ose një javë nuk kanë shku në fitness, ai cikël ka më vazhdu. Edhe pasaj kur e vazhdon të ka bo një mujt, ka bo një vjet, edhe mo nuk i as motiv as për veti, edhe ullet vetbesimi, kështu që edhe nëse bën gabime, është krejt njerëzore, po prap dush më kthy tek agenda që e ki pas planit ushqimor edhe të seancave servitore. Një tjetër pyetje shumë interesante Arsa që kam për Dionin, po parë se m'ja bo, po du me të pyet, a gatun Dioni vetë? Po, kum gatu, se kum jetu jashtë shtetit, për shembull kur kam qenë me studime në Itali, kum jetu edhe në Prishtinë, edhe shumicën e kohës më kërra me gatu vetë, tash se kom problem. E sidomos ku ti bën edhe klientave planet të ushqimit, edhe vetëm sën diçka, mas nej mundohesh mi gatu edhe çata. Dhe më thonë, Dioni gatun vetë, unë tash përdu me të pytë, atë që janë më shumë gatimi vetë në shtëpi, apo ushqimet në restorante apo lokale të ndryshme? Varet, për shkak se nëse i përgatit vetë, kemi hedh ma pak vaj, se sa që, e mendon që është shumë, kur shkon në për restoran e ki të zhytura në vaj, ose i ki shumë të procesune me sheqer të shtun, shien e kanë shumë matë mirë, por që nuk janë matë shëndeshme për neve. Prandaj e shty gjithmonë atë faktin ose fjalen që du të me gatu vetë, është mas mirë, të pakten, 6 ditë në javë me mujtë me gatu vetë, tani një ditë e ki pak ma chill. Pak ma ndryshme me dalë prej rutinës. Dion, kur jemi të ushqimet, ne folëm për ushqimet në mes të gaturjes vetë apo edhe restoranteve. Dion, a keti ndonjë ushqim, ose cili është ai ushqimi më i keq që ti e ke provuar dhe pse? I keq nga shija, apo nga që është i pashëndetshëm? Le të themi në të dy aspektat. Në të dy aspektet, ushqimi më i pashëndetshëm që nuk e rekomandoj askujt është sosi. Domethënë çfarë do sosi me qenë përveç salcës djegst, që e ka një farë shije të mirë e ushqimit edhe nuk ka shumë kalori, salcat e bardha që bëhen me shmanda, me majonezë ose me përzierje disa kriprave, erzave tjera nuk janë fare të shëndetshëm edhe nuk i duhen askujt. As për shije, as për pjesën e shëndetit, as pjesa trupit nuk i kërkon ato. Dhe gjithmonë them që soset është mirë mja hek. Gjitha llojet e salcave, sidomos ato që janë të bardha, është mirë mi hek. Për nga pjesa e shijes, një ushqim që këtë mendojnë që është shumë i shëndetshëm, është normal i shëndetshëm, po për nga shija mu nuk më pëlqen avokado. Edhe është prap hera parë që po e ceki, sepse emisioni shumë atraktiv edhe normal që të bën me shty pjesë që ka nuk i ki fol me intervista ose emisione tjera, një nutricionistit nuk i pëlqej ka avokado. Interesante kjo. Ekskluzive, live. Kemi dëgju sepse është term që ndoshta avokado nuk ju pëlqen shumicës për shkak edhe të shijes ose le të themi që nuk e ka ndonjë shije shumë specifike, por që patjetër që është e shëndetshme, por që normalisht secili prej nesh kemi ushqime edhe të shëndetshme që nuk i pëlqejmë.
Diana, ma e ke ndëshkuar ti ndonjëherë veten për ndonjë ushqim që e ke konsumuar, ka qenë shumë i pashëndetshëm, por që ty të ka pëlqyer shumë? Këto janë gabimet që i kom bërë para se me fillu studimet e nutricionit, edhe para se me qenë dijeni për disa gjëra që shkojnë sidomos për planin e ushqimit. Ka diku 7-8 vjet i ka, nëse hajsha në hamburger ose diçka, këtë dita tjetër më shkej ke hongër vezë dzine për mi ndëshku veten. Po kjo ka qenë shumë moti. E tash gjithmonë e shtyj që edhe nëse ke hongër në ushqim të pashëndetshëm, këtë në rregull, jeta vazhdon edhe mundesh mi përmirësu me kohën. Nuk është e nevojshme mi ndëshku veten deri në atë pikë, se mas ne edhe bëhet një pjesë psikologjike, krijon një raport keq mes teje dhe shëndetit, jo për që është një ndërlidhje ku mi diçka mes teje dhe ushqimit, por që duhet gjithmonë me pas faza përmirësuese edhe nëse bën gabimin. Atëherë Diana, në këto momente unë po du me shtyllu pak edhe temën e dietës, duke qenë se po besoj që shumë prej shikuesve që po na ndjekin në këto momente, ndoshta edhe e mbajnë edhe praktikojnë dietën, disa ndoshta shumë ashpër ose disa ja teprojnë, por që po du me marrë një mendim nga ti. Sa ndikon dieta në energjinë tonë të ditës, duke qenë se siç e theka, ka njerëz që ja teprojnë, po ka njerëz edhe që mbajnë pak balancë. Shumë e kuptueshme si pyetje, tash përgjigjja ka më qenë ndoshta pak më e pakuptueshme, po për dikon e kuptueshme, për dikon mund të mos më pëlqyjë, çka kam thon, por që ka më qenë e qartë, besoj. Ne si persona nuk duhet të ushqemi derisa na dha barku. Nuk duhet të ushqemi deri në 100% të apetitit ton sa kemi për atë vakt. Gjithmonë do të më lëni hapësirë 10 deri në 20%, që pastaj më ndjeni far urie, po që ajo ndjenja një far uries me të pëlqy që në vaktin tjetër ki mongër ma me dëshirë. Se nëse dreken, sidomos dreka është ndër vaktet ma kryesore që na, edhe ma e bollshme që na konsumojmë, nëse të projmë shumë me drek, masë dikur s'kome në mongër as darka, e nëse ja bëjmë skip disa milsave, do më thonë disa vakteve ushqimore, nuk është rutinë e mirë, sidomos për shëndetin tonë, dhe pastaj vjen aty pjesa që energjia është me ulët, për shkak se jo bëjmë skip disa vakteve ushqimore, edhe që e mbushim barkun tej mase, derisa na dhem. Kjo do më thonë është një mënyrë që nëse lën 80-90% të apetitit tonë, ko me liju që me pas energji gjatë këtë ditës, edhe më bënë normal trupin tonë në aktivitet fizik, në energji. Dion, ti e ceke pjesën e energjisë, kur do më thonë kur personat bëjnë dieta rigoroze, le të themi, edhe shumë të ashpra, por ndikon edhe pjesa dietës edhe tek humori i personave. Kjo që nga shumë interesante, pas në doshmi të cekë si temë, tek humori personave ndikon shumë plani ushqimit, për shkak se nëse një personi ja ndalon komplet karbohidratet edhe është me një mas saktunet kohore që ka mbajt dietë, humori atij personi ka më ra, qoftë humori me bisedu me dikon, qoftë edhe humori veç me qesh diçka zbashku, për shkak se ajo shumë i lodhen, edhe trupi vet është tërheq komplet nga karbohidratet dhe nga rezervat e tij, dhe ai po vazhdon më pesh me një ritëm shumë të shpejt. Momentet që e ka ritmin shumë të shpejt edhe ka privu veten prej disa ushqimeve që atij kanë pëlqyer, normal që ka më qenë pak i papërballueshëm për shoqërinë e tij, edhe për ata njerëz që e enjoyojnë. E tash më specifikisht për ty, unë po du me të pyeta, ka pas këshilla kur ndoshta në lidhje me profesionin tënd nuk kanë funksionu për ty? Nuk kanë funksionu në raport me klientat. Apo në raport me klientat, po edhe në raport me veten tënde. Po, ndoshta ti këshilla paraprake që i ke dëgjuar edhe prej nutricionistëve që i ke pasur si profesor, por që për ty nuk kanë funksionuar as pak. Një këshillë e di ma ka pasjap një profesor i ndjer tash është Mufail Saliaj, ka pason pas ushqimeve ose pas një vakti që konsumon misht kuq, dush mi hongër një dardh, edhe ajo më ka pas pëlqyer shumë edhe okay, ka qenë interesant edhe kum provu disa herë. Kjo ka qenë ndër gjanat që më ka surprizuar më shumë se ka funksionuar si një person shumë vështirë që i besoj disa gjanave, kur u ka pason profesorit tash i ndjer, më ka pas pëlqyer shumë edhe pa ta provu, edhe një ma ka qenë diçka që më pa të rregullu tretjen, sidomos pas një vakti ushqimor. Tash tek pjesa që ka pas diçka që nuk funksionon, gjithmonë ka gjana në studime, ose sidomos në fushën e nutricionit, se është fushë shumë e gjerë, ka disa degë dhe disa tema specifike. Mundet me pas se një studim ka dalë tash, edhe mas 5 vjetë ka me dalë një studim tjetër, që kom i demantu këto asha ka thonë deri tash, sidomos tek ushtrimet, ose sidomos tek konsumi ujit, sidomos tek pjesa e suplementeve, edhe normal një gabim që kom pas bua dhe vetë ka qenë me pjesën e suplementit kreatin, dhe kjo e normal në pjesën e ushqimit. Më kam bason që ditë më të në veshkat, shumë moti prapet ceki, edhe
kur konsumoj merresha 5 gram. Edhe nëse duhet mi bo një farë cikli, duhet me pushu prej saj, ka plot hala besime që janë pjesën e suplementimit kreatinës, por pastaj dilshin studime dhe theshin që është komplet e sigurt, mund shmi marrë për një kohë sot dush gjatë edhe mund është më ushtru bashkë me ta. Tjep energji, benefitet tash mendohet që ka me pas edhe benefite mendore, do më thonë pjesën e fokusit, koncentrimit, dhe do më thonë ka shumë gjana që munden mu demantu nga studimet e arshme. Për deri tash jemi në rregull. Interesante, sepse me të vërtet që shkenca ndryshon shumë me kalimin e viteve dhe shumë shpesh ato ushqimet që ndoshta kanë thënë që nuk janë shumë të mira për të konsumuar, tash janë shumë të mira për të konsumuar ose në rastet e suplementeve të ndryshme që ti i ceke. Dion, kur jemi tek zakonet e shëndetshme, le të themi, folëm pak a shumë për zakonet e pashëndetshme, ato që nuk duhen njerëzit i ndjekin, por zakonet e tua, cilat janë ato zakonet e tua të vogla në jetën e përditshme, por që le të themi kanë impakt shumë të madh. Në jetën e përditshme jam pak tip stresus, edhe e ceki që momenti kur ki stres, kortizoli jote ka me qenë i lartë, edhe tretja jote ka me qenë detyrimisht ma e ullët, ose ndikon në pjesën e shëndetit, duke qenë tip stresus për shkak se normal ka përgjithësi ndaj klientave, kom klienta sportista, kom klienta që vetë dun me unë pesh ose me shtu pesh, ka të lëfarle klienta që një mesazh me ta shkru për shembull në kohë që nuk duhet, ti ki atë stresin se apo mu i mri, apo mu i bo këtë qëllim, sidomos me këta me pjesën e boksit që i kam klientat që duhet mi mri një peshë specifike për një kohë caktune, ajo është shumë stresuese se pastaj këtë menja shkon tek ata klientat këta tjerë nuk i lën anash, po mase nuk fokusohesh shumë tek këta tjerë. Kështu që këto stresi është ndër gabimet kryesore që mundem me ndiku mu për një jetë pashëndetshme. Detaj që jashtën, edhe pjesa e gjumit, kom qenë shumë vështirë për me flejt, këtë kohën të pas mendimi normal, gjithmonë rreth punës, fokusin e kom shumë të lartë, edhe koncentrimin e kom shumë të lartë rreth punës, edhe është ka pas net që ku najtë shumë që të vishtu mënu shka me bo me këta, shka me bo me ata, edhe shumë net pa gjumë në zyre. E ku ndërlidhemi të pjesa e gjumit. E din që pjesa e gjumit është jashtëzakonisht e rëndësishme për të pasur një jetë të shëndetshme. Ti si nutricionist, sa orë gjumë përafërsisht janë të domosdoshme që një njeri t'i ketë në mënyrë që ditën tjetër të ndjetë shumë i fokusuar edhe të jetë shumë i shëndetshëm? Gjumi është ndër faktorët më të nënvlerësuar kur vjen puna tek pjesa e shëndetit, pjesat e humbjes peshës, ose edhe shtimit peshës, energjisë gjatë ditës dhe aktivitetit fizik. Pse thëmë që gjumi është shumë i nënvlerësuar për shkak se gjithmonë fokusohemi tek detajet tjera, ushtrimet, ushqimet, por asnjëherë nga shkon mendja që një gjumë i mirë, një gjumë kualitativ. Optimalisht thuhet se 7 deri 9 orë është mirë me flet një person, por ai gjumë duhet të jetë kualitativ. Nuk duhet të jetë një gjumë që del 3-4 herë në natës, qoftë për me shku në tualet, qoftë për një pjesë të ankthit ose ku ta diun që e kanë personat. Mundoni mi limitu kafet çajet pas orës 6, jo për shkak të pjesës së shëndetit ose që jo bojnë dëm humbje ose shtim peshe, po për shkak se ulin kualitetin e gjumit. Domethënë, ju lojnë që menajt pak më shumë zgjut, edhe limitoni fluidet ose edhe ujin, të paktën gjysmë ose 1 orë para gjumit, që mos me pas nevojë me shku pas gjumit shumë shpesh me dal gjumi për me shku në tualet. Është pjesa kryesore, domethënë është një farë triade, është aktiviteti fizik, është ushqimi edhe gjumi. Asnjëna pa tjetrën s'bën. Momenti kur i ki 2, tjetrën nuk e ki, apet nuk kemi qenë i kompletun. Gjithsesi duhet të jenë të trijat bashkë. Normal, për me funksionu një trup i shëndetshëm, me pas energji gjatë ditës, edhe më mujtë këtë sendet mi bu. Po du me mbet këto të trupi shëndetshëm, ne deri në këtë moment diskutuam për trupin e shëndetshëm, ndikimin e ushqimit, etj, po një pyetje që unë shoh shumë që bëhet në rrjetet sociale nga ndjekës të ndryshëm, nga platforma digjitale të ndryshme, mbetet se a ndikon ushqimi në shëndetin mendor. Ushqimi çuditërisht ndikon shumë në pjesën mentale, në pjesën e fokusit, në pjesën e koncentrimit, për shkak se nëse ne nuk i kemi ato vlera ushqyese që na duhen neve, sidomos trurit i duhet një sasi e glukozës të paktën minimale që në 20 gram, këtu pari, që tjetë në funksion si për fokus, si për koncentrim, si për pjesën e mendimeve, si për të folurit të qartë, dhe normal që ushqimi ka me ndiku, ushqimi mirë, le ta themi, ka me ndiku pozitivisht në pjesën se si mund të komunikojmë, se në çfarë humori jemi, e cekem edhe ma herët për pjesën e humorit, kështu që luan një rol shumë të rëndësishëm. Por nëse konsumojmë ushqime le të themi të pashëndetshme ose ushqime që janë të zhytura në vaj ultra të procesuara me shumë krip të shtuar, ato janë ushqime hiperpalatabile, kemi një shprehje,
janë shumë të mira për mu konsumu, po pastaj vijnë pasoja tjera, se truji është i mësuar me ato ushqime, edhe e kërkon shumë, po momentin ku ta han, ja jep një farë sinjali që kemi ushqim, kemi shumë sheqer, ngritet glikemia, por aq shpejt ko me ra, sa që ko me të dok që as nuk ki hongër, do më thonë kemi mbet prap i rritur mas do kohë, edhe prap se prap nuk kemi pas energjinë e njëjtë, nëse ishe pas që ishe konsumu, ishe ushqime një plan të shëndetshëm, le të themi. Do të thotë njëjtë si shëndeti i trupit fizik, ka edhe ai rëndësi mendore. Besoj që diskutuam shumë pjesë të ndryshme sa i përket nutricionizmit, edhe tash unë edhe endi si gjithmonë, mysafirët tanë ju themi që të japin një mesazh për të gjithë ata që neve po na ndjekin në këto momente. Normalisht pas mesazhit të thënë edhe dy lojra shumë atraktive, por cilat do të ishte ndoshta le të themi ajo këshilla që ti do t'ju sugjeroje të rinjve në aspektin e nutricionizmit dhe pastaj cili është ai ushqimi që ndoshta të rinj duhet ta konsumojnë çdo ditë. Një mesazh profesional dhe personal nga Dion Bardhe do të ishte që vetëm nisjani. Do më thonë, jo kur, jo qysh, jo tek, jo në qëfar kohë jeni, në qëfar hapësirë jeni, vetëm keni mja nisë. Qoftë anës fitnessit, qoftë anës aktiviteteve fizike tjera, qoftë të ushqyrit shëndetshëm. Vetëm du të mja nisë. I thënë një thotë Orsa që mos prit me qenë gati, se gati si jemi kur. Kur nuk jemi gati, kështu që gjithmonë është mirë me fillu si të vjen çaj motivi. Pastaj krijo disiplina edhe normal vazhdohet me etapa tjera. Shumë mesazh i bukur, këshill e bukur le të themi, sepse ndoshta vetëm me dy fjalë, por që kuptimi është shumë më i qartë. Atëherë, Dion Orsa përmendi, ne me shumë të ftuar të ndryshëm, me kemi edhe dy rubrika lojra të ndryshme nga njëra tjetra, por atë që nisim gjithmonë është mit apo fakt. Atëherë, e vërtet apo e gabuar, le të themi kështu, me thënjet që le të themi qarkullojnë në rrjetet sociale apo edhe nga profesionistë të ndryshëm. Po marrim mendimin tënd me të parën më njëherë, mjalti është më i shëndetshëm se sheqeri. Mjalti është më i shëndetshëm se sheqeri për shkak se përmban edhe vlera tjera ushqyese për pos pjesës së sheqerit ose pjesës së karbohidrateve. Patatinat janë më të këqija se çokolata. Dyjat janë ekuivalente të këqija për shkak se janë shumë procesune, përmbajnë goxha yndyrë dhe përmbajnë erëza të shtune, kështu që për trupin nuk janë të nevojshme. Dua të ndërlidhem vetëm te pjesa e çokolatave, por nëse kanë sasi shumë të madhe të kakaos, a janë më të shëndetshme se çokolatat e qumshit, le të themi, që jemi mësuar të konsumojmë në përditshmëri? Zakonisht ne tek pjesa çokolatat i fusim këto për shembull që i dim që i konsumojmë. Çokolatat me përqindje të lartë kakaos kanë përmbajnë edhe minerale ndryshme dhe polifenole, të cilat janë goxha të shëndetshme për neve, po prapë janë ushqime të dendura në kalori, kështu që edhe nëse e të konsumu çokoladë me shumë kakao, për shembull 75% për mi, nuk është mirë mja tepru. Por që një alternativ e mirë e disa kubave çokoladë normale me disa kuba çokoladë me përqindje të lartë kakaos, atëherë kishim zgjedh pjesën me përqindje të lartë kakaos. Atëherë një tjetër, frutat në mbrëmje të shëndoshin, sa është vërtet? Jo, nuk kam nevojë mi drejtu ma tepër, nuk shëndoshin frutat, edhe pse kanë sheqerin e vet natyral, do më thonë fruktozën që është tek frutat, ato nuk i shëndoshin, edhe gjithmonë i rekomandoj si në mëngjes, si në mbrëmje, si në mesditë që të konsumohen, për shkak se e shtyjnë apetitin dhe vlerat ushqyese që ato japin janë goxha të mira. Pijet energjike janë më të dëmshme se kafeja. Kafeja është një produkt ushqimor i cili mund ta argumentu që është shumë më i shëndetshëm se pijet energjike për shkak se kafeja përmban kafeinë edhe disa produkte tjera që na bëjnë neve me qenë pak më energjik, na jep sensin e energjisë për shkak se kafeja direkt nuk mundet me jap energji, po i bllokon disa receptorë, pastaj ndihemi më energjik dhe është thuhet në studime, është e shkruar dhe e faktuar që kafeja është më e shëndetshme se pijet energjike. Djathi është gjithmonë i mirë për kockat. Djathi përmbajnë sasi të kalciumit, po ka edhe ushqime tjera që përmbajnë sasi më të lartë kalciumit se sa djathi, dhe është një ushqim që tek ne i shtojnë goxha disa shtesa, për shembull edhe ki ujin me krip që ka djathi. Kjo është mënyra e prezervimit ose e mbajtjes djathit në formë të mirë më gjatë, dhe nëse konsumojmë shumë prej saj, më marr sodium më tepër se disa minerale tjera, gjë që është pak kontradiktore për shkak se djathi është ushqim i shëndetshëm. Tani pas djathit e kemi dieta pa gluten është e shëndetshme për të gjithë. A është mit apo është fakt? Për të gjithë nuk mund të qenë e shëndetshme, ka persona specifik që janë intolerant gluten. Në fakt një kolegi jam nutricionist
është intolerant në gluten, edhe ai nuk mundet me konsumu asnjë gjë me gluten. Kështu që për persona specifik që e kanë intolerancë pjesën e glutenit është krejt në rregull, ose ata që janë me smundje celiake, është krejt në rregull mi pas një plan ushqimor pa gluten. Për pjesën tjetër që nuk kanë probleme me tretit glutenit, është mirë më ushqy me një variacion ose me një lloj-llojshmëri të ushqimeve që edhe përmbajnë gluten. Një tjetër thashë them, uji i gazuar është keq për stomakun. Sa qëndron? Për ujin e gazuar të them drejtën, ka goxha disa mite që qarkullojnë, po personalisht edhe profesionalisht e kisha rekomandu ujin me gaz, sidomos tek persona që dojnë me unë pesh, për shkak se e jep një sens që po e shuan apetitin, edhe normal është shumë më mirë se sa pijet e gazuar ose diçka tjetër që kishe pas me konsumu. Ndryshimi shpesht i dietës është i dëmshëm. Një dietë ose një plan ushqimor kur e cakton edhe me atë po ke sukses, deri në pikën kur mbrin me një ngjecje metabolike, nuk ka nevojë ndryshohet. Duhet mi ushqy me gjitha grupet ushqimore, qoftë me fruta, qoftë me perime, qoftë edhe me një ëmbëlsirë ndonjëherë, por nuk ka nevojë mi ndryshu krejt kohën. Për shembull, është disa dieta me supë, dieta vish me fruta, dieta vish me ujë. Domethënë ato dieta në shkencë nuk kanë bazim, edhe normal që nuk janë shëndetshme për trupin. Trupi duhet të konsumu një variacion, një llojshmëri të ushqimeve, por që nuk është e nevojshme me mundru dieta krejt kohën. E shoh këtë gabim të shumica, momenti që ka ngjecje metabolike, pastaj normal mundemi me lujt me pjesën e kalorive, muj me harxhu më shumë, me pas aktivitet fizik më shumë, ose mi ul pak numrin e kalorive, por që jo mi ndryshu komplet dietën. Dhe e fundit fare, çokolata e errët është më e shëndetshme se ajo e qumshtit. Prapu të cekëm tek pjesa e çokolada e errët është ajo që përmban më shumë përqindjet kakaos dhe detyrimisht është më e shëndetshme për shkak se përmban më shumë vlera ushqyese se kjo çokolada normale, por normal gjithmonë me sasi të konsiderueshme. Ishte kjo rubrika e parë mes mit apo fakt le të themi. Tani do të vazhdojmë me rubrikën e dytë. Përsëri jemi te këshillat e nutricionistit le të themi. Dhe tani Dion, ti do të kesh mundësi që të zgjedhësh njërin prej ushqimeve le të themi ose mënyrës së të ushqyerit, cilën ti e preferon dhe cila është më e shëndetshme normalisht dhe më e këshillueshme që të konsumohet. Coca-Cola apo lëng i freskët portokalli? Coca-Cola Zero e preferoj shumë edhe për mua dhe për klientat e mi, sidomos për ata që duan me humb pesh. Lëngi i freskët portokalli gjithmonë zgjidhet vetëm nëse e bën vet. Nuk ka lëng të freskët portokalli ai që e blen prej marketeve, edhe nëse shkruan që është 100% natyral ose që shkruan që nuk ka sheqer të shtuar, prapse prap ka me pas ai lëng sheqer, se normal që nuk i jepet shija, dhe langjeve ju heqet fibra dhe muret e qelizave për të bërë lëngu. Kështu që nuk janë goxha më të shëndetshme se sa një Coca-Cola Zero nëse e konsumon, po e përjashtojmë gjithmonë Coca-Colën komplet. Nuk është ushqim i mirë së bashku me pijet energjike tjera. Duhet të zgjedhësh mes bukës së bardhë apo uriz? Bukë e bardhë apo uriz, secila ka vendin e vet, dikujt i pëlqen kjo më shumë, dikujt i pëlqen ajo më shumë. Një këshill kishte me qenë që mos mi përzit të dyjat, sikur se na shqiptar që i përzim, ne jemi të vetmi që dy llojet karbohidrateve i përzim bashkë me një pjatë, makarona me bukë, oriz me bukë, patate me bukë. Domethënë nuk është mirë që mi përzi bashkë dyjat, a kështu cilën ta keni më shumë preferencë. Çokoladë apo akullore? Dyjat janë të procesume, dyjat përmbajnë sheqer të lartë, kështu që s'pedisha më thonë, asnjëna as tjetra. Po nëse akullorët për shembull i bëjmë në shtëpi me fruta? Nëse i bëjmë në shtëpi me fruta dhe normal me për shembull një lloj grek jogurt me 0%, atëherë normalisht që ka më qenë më shëndetshme se një çokoladë. Atëherë pizza apo burger? Pizza apo burger, ka qenë një fakt shumë që e kum pa në internet, nëse mundam i cek, trajner ose nutricionist, a është mishi i mirë? Po. A është sallata e mirë? Po. A është domatja e mirë? Po. A është buka e mirë? Po. E ku ta hamburger, pse më thu që është e keq, Kjo daton nga pjesa që hamburgerave i shtohet shumë salcë edhe shumë erëza të ndryshme, dhe salca e erëzat të ndryshme e bojnë ato me qenë produkti pa shëndetshëm edhe me qenë i keq për tretjen tonë, për traktin gastrointestinal. Kështu që ne kisha zgjedhur burgerin. Ushtrim në mëngjes apo në mbrëmje? Nuk ka dallim ushtrim në mëngjes apo në mbrëmje, mund me pas dallim se a je i konsumu, domethënë a je i ushqyeshëm, a ke ushqy para se më ushtru,
disa persona për aktivitet fizik kanë më shumë energji gjatë mbrëmjes për shkak se janë të ushqyer, kanë marrë vlerë ushqyese, janë hidratuar mjaftueshëm, kurse për disa edhe te klientat e vrej që disa kanë më shumë preferencë me ushtru ose pa ushqy ose edhe në mëngjes, masi që kanë konsumu diçka. Kështu që vetëm me ushtru nuk ka problem mëngjes apo mbrëmje. Sipas te, frutat apo perimet? Dyjat e kanë vendin e vet, secila është e mirë, të paktën rekomandohet që 300 gram fruta brenda javës dhe diku 400-500 gram perime brenda javës. Dyjat nuk mundemi me mjek. Personalisht i zgjedh më shumë frutat. Smoothie apo çaj bimor? Çaj bimor në aspektin si këto me filter që janë apo çajet që i bojmë vet. Me filter. Qoftë çaj bimor nëse është me filter, nuk është fort jo në pjesën i shëndetshëm, po nuk ka aq vlerë ushqyese për shkak se ti jeto e qit me një pjesë të ujit valun, domethënë, kur të vlen ujë ti kemi qit direkt, është shumë e nxehtë dhe mundet potencialisht mi humbe edhe ato pak efekte të mira që mundet mi pas. Po për shembull për tretje kemi çajin e kumbullës, që mundet me ndihmu nëse i pin le të themi 2 filtera në ditë, njërin mëngjes, një mbrëmje, mundet me ndihmu potencialisht në tretje. Po kjo gjithmonë varet tek persona, për shembull, nëse nuk ka konsumuar mjaftueshëm ose nuk e ka fibra në dietën e vet, çaji mundet me ndihmu, por smoothie tek pjesa e smoothieve nuk i shoh që janë të shëndetshme nëse nuk përgatiten mirë. Gjithmonë secila ka atë bazën e saj që gjithmonë duhet mi ndjek disa procedura, disa etapa që për mu konsideru një ushqim i shëndetshëm. Edhe pjesa e mjaltës që e qesim tek çaji, është një fakt shumë interesant që du mi cek se momentin që ju ka ardhur një çaj, keni mi hedh filterin, keni mi lënë me prit pak, duheni me prit deri sa të ftohet pak çaji. Nuk duhet me qit direkt mjaltën, se i humb vlerat ushqyese pasaj mjalta në atë ujë që është me shumë gradë Celsius. Domethënë pritni pak, le të ftohet pak dhe pastaj edhe mjaltën e përzini ose mundeni mi konsumu veç mas çajit. Orsa, ne mund të themi me plot gojë se sonte kemi pas një intervistë me gjitha detajet brenda saj. Na ke elaboru në mënyrë të mrekullueshme të janë përgjigjet e tua, më vërtet faleminderit shumë që ishe pjesë e jona sot, edhe që shpërndave gjitha detajet, jo disa, por gjitha. I kum shpalos gjitha disa që nuk kem fol më herët, por ishte emision shumë atraktiv. Faleminderit shumë Orsa, faleminderit shumë Endi, faleminderit gjithëve që na shikuat dhe shpresoj që keni kuptuar. Faleminderit shumë edhe nga ty Diana dhe faleminderit edhe nga ty Endi. Normalisht faleminderit edhe nga ju të dashur shikues që çdo të diel jeni me ne në orën 18 në emisionin Rinia. E siç thotë edhe Endi në shumicën e emisioneve, javën tjetër do takohemi me një mysafir shumë special të cilin do e lëm surprizë. Deri atëherë, Mirëmbëngjes. kalofshit mirë.